Ju njohim me përmbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7. Bashkimi Evropian kërkon rikthimin e dialogut mes Prishtinës dhe Beogradit. I dërguari i posaçëm për dialogun ndërmjet Prishtinës dhe Kosovës, Peter Sorensen, pas takimeve me kreun e shtetit Vjosa Osmani dhe kryeministrin Kurti, deklaroi se BE-ja vazhdon të punojë për çështjet e dialogut me shpresën që viti 2026 të sjellë atë që 2025 nuk arriti ta jap. To make sure that the two parties they sit and they talk. So Ajo we will që have to find synojmë është që të dyja palët të ulen dhe të bisedojnë. Duhet të gjejmë një mënyrë që kjo të ndodhë. Përfaqësuesi i lartë ka vizituar vendet vitin e kaluar dhe ka theksuar se do të ketë një takim kur koha të jetë e dur. Ajo do të thrasë takimin, palët do të marrin pjesë dhe më pas do të shohim se si do të ecet përpara. Last year there we had commitments that there will be a meeting when the time was right. She will call it, people who will come and then we'll see. Deklaroi Peter Sorensen. Ndalesa e tij e radhës është Beogradi. Ambasadori i Bashkimit Evropian në Kosovë, Javo Rav, së bashku me ambasadorët të BE-s dhe shefat e misioneve në Kosovë në takimin me kryeministrin Kurti, nënvizuan rëndësinë e formimit sa më shpejt të qeverisë së re. Krah asaj është kërkuar ratifikimi i shpejtë i marrëveshjeve që lidhen me planin e rritjes së BE-s. Synimi është që përfitimet nga plani të arrijnë sa më shpejt tek qytetarët e Kosovës. Krah asaj, ambasadorët vlerësuan mbarvajtjen e procesit zgjedhor në Kosovë. Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Prishtinë bëri të ditur se është e gatshme të forcojë partineritetin me qeverinë e ardhshme të Kosovës dhe të rifillojë dialogun strategjik mes dy vendeve. Në një përgjigje për Radio Europa Lirë, ambasada theksoi se realizimi i këtij synimi do të kërkojë veprime nga qeveria e Kosovës, të cilat çojnë përpara agjendën e përbashkët për paqe dhe stabilitet rajonal, si dhe për prosperitetin e ndërsjellët ekonomik. Këto qëndrime u shprehën në përgjigje të pyetjes se si Shtetet e Bashkuara planifikojnë bashkëpunimin me qeverinë e ardhshme të Kosovës, që pritet formohet pas zgjedhjeve të parakohshme parlamentare të 28 dhjetorit. Në këto zgjedhje, lëvizja vetëvendosje e kryeministrit në detyrë Albin Kurti fitoi me mbi 51% të votave. Këshilli i Marrëdhënieve Shqiptaro-Amerikane përshëndeti sinjalin nga Shtetet e Bashkuara për rifillimin e dialogut strategjik me Kosovën, ndonse ky proces ende nuk ka nisur zyrtarisht. Sipas i riktimi i dialogut formal do të përbënte një sinjal të qartë të vullnetit të ndërsjellë për të ecur përpara në mënyrë konstruktive dhe me koordinim të ngushtë. Organizata vlerësoi zgjedhjet e fundit në Kosovë duke theksuar se ato dëshmojnë përkushtimin e vendit ndaj demokracisë, por njëkohësisht reflektojnë pakënaqësinë në rritje të qytetarëve ndaj presionit ndërkombëtar. Këshilli kërkon një reagim dhe nga ana e Prishtinës, duke sugjeruar që kryeministri në detyrë Albin Kurti të realizojë një vizitë zyrtare në Washington si një shenjë e qartë e përkushtimit për rifillimin e marrëdhënieve strategjike. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Kosovë mund të shpallë rezultatin e procesit votimit vetëm pas përfundimit të procesit ankimimit nga partitë politike. Zëdhënësi i KQZ-s, Valmir Elezi, sqaron se shpallja e rezultateve përfundimtare nuk e përmbyll procesin zgjedhor. Sipas tij, subjektet politike dhe kandidatët kanë të drejtë ankese ndaj rezultatit, fillimisht në panel dhe më pas çështja mund të shkojë deri në Gjykatën Supreme. Paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa në Kosovë konfirmon se aktualisht janë 4 ankesa në shqyrtim të partive politike. Të premten, paneli zgjedhor hodhi poshtë si jashtëfateve kërkesën e Partisë Demokratike të Kosovës për shfuqizimin e rreth 20.000 votave të dërguara në vend përmes postës nga Mërgata. Partia Demokratike kishte kërkuar nga paneli të njëjtën të shpallë të pavlefshme votat në fjalë, duke thënë se ato ishin dërguar me postë nga jashtë vendit me vonesë pas afatit të lejuar ligjor. Sipas rezultateve paraprake, këto zgjedhje fitoi lëvizja vetëvendosje me 51.11% të votave që japin 57 deputet. Partia e dytë doli Partia Demokratike e Kosovës me 20.19% të votave ose 22 deputet. Lidhja Demokratike e Kosovës fitoi 13.23% ose 15 mandate deputetësh, ndërsa Alanca për Ardhmërinë e Kosovës fitoi 5% të votave ose 6 deputet. Kryetari i Lidhjes Demokratike e Kosovës, Lumir Abdigjikur, kërkoi marrëveshje politike për 15 votat e kësaj force politike në zgjedhjen e presidentit. Pas takimit që mbajti me rrethin e ngushtë të kësaj partie, Abdigjiku deklaroi se nëse dikush dëshiron marrëveshje politike me LDK-n duhet të bisedojë dhe për çështjen e presidentit. Ajo që ka themi vazhdimisht është se nëse dikush don marrëveshje politike me LDK-n duhet të bisedojë edhe për çështjen e presidentit. Po nëse dikush mendon të imponojë kandidat dhe si duan votat e LDK-s, le të kenë fatin e botës dhe ndoshta edhe zgjedhin presidentin dhe pa votat tona që i kemi, ne kemi 15 vota. Ai përsëriti që në krye të vendit duhet të ketë një figurë unifikuese. Nuk është galja Kosovës ku është cili individ ku. Galja Kosovës duhet të jetë kush është stabiliteti i domosdoshëm dhe kush i siguron të votat e ardhshme. Aktualitet. Dëshmon para gjykatës në Prishtinë ministrja në detyrë e industrisë, ndërmarrësisë dhe tregtisë, mbi Rozeta Hajdari rëndojnë dyshime për abuzime me rezervat shtetërore.
duke quajtur procesin si tendencioz nga ana e prokurorisë. Ajo është palli veten krejtësisht pafajshme. Përkundër që unë ndihem krejtësisht e pafajshme, sepse një proces tendencioz nga Prokuroria Speciale e Kosovës, duke shkelur çdo procedurë ligjore, duke qenë në kundërshtim me ligjin për rezervat shtetërore dhe ligjin për mbrojtjen e informacionit të klasifikuar, ka iniciuar këtë akt akuzë ndaj meje, por më e rëndësishmja është të theksoj se Hajdari pretendon se kanë vepruar drejt me çështjen e rezervave shtetërore, por shkelje thotë se po bën Prokuroria Speciale. Tërësisht Prokuroria Speciale e Kosovës nuk po përfill ligjin dhe po vazhdon pa përfillur procedurat ligjore të ligjit për rezervën shtetërore dhe ligjit për mbrojtjen e informacionit të klasifikuar. Ashtu si unë edhe mbrojtja ime jemi të bindur për këto veprime të paligjshme dhe këtë do ta dëshmojmë deri në fund të këtij procesi. Kosova kujton masakrën e Reçakut nga forcat serbe 27 vite më parë. Presidenti Vjosa Osmani nga kompleksi memorial tha se masakra ishte dëshmi e gjallë se Serbia synonte që të zhdukte popullin shqiptar nga faqe e dheut. Reçaku nuk është vetëm një emër në historinë e Republikës sonë, por u bë pikë kthese që e qartësoi para botës realitetin e hidhur të regjimit gjenocidal serb ndaj civilëve të pafajshëm në Kosovë. Me 15 januar 1999, Reçaku u bë simbol i vuajtjes së një populli që kërkonte liri, por edhe simbol i guximit për ta quajtur krimin me emrin e vërtet. Tha presidenti e Kosovës Vjosa Osmani. Kryeministri Albin Kurti me rastin e 27 vjetorit të masakrës nënvizoi se ajo është ende një plagë e hapur e cila pret drejtësi. Albin Kurti kërkon përkushtimin e institucioneve të Kosovës për të ndjekur penalisht autorët e krimeve. Në dhjetor të vitit 2025, pra në muajin që shkoi, Republika e Kosovës ndërmori edhe një hap të rëndësishëm në rrugën e drejtësisë, kur Prokuroria Speciale e Republikës Kosovës ngriti akt akuzë ndaj 21 personave për masakrën e Reçakut për krime lufte. Kjo akt akuzë afirmon se krimi ka autor dhe se vërteta nuk parashkruhet. Drejtësia nuk ndalet kur kriminalët fshehen në Serbi apo edhe strehohen nga shteti atje. Drejtësia ecën për herë përpara, sepse shteti i Kosovës nuk harron kurrë. Kujtimeve për masakrën e Reçakut ju bashkua dhe presidenti i Republikës. Përmes një postimi në rrjetet sociale, Bajram Begaj u shpreh se thirrja për drejtësi nuk duhet të shuhet. Kjo masakër nuk mund të harrohet, thirrja për drejtësi nuk mund të shuhet. Nderim martirëve, mirënjohja e aleatit ton strategjik Shëbaz, shkruan Bajram Begaj. Raportuesi për Serbinë në Parlamentin Evropian, Tonino Pikula, reagoi ndaj deklaratave të presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić, që tha se Serbia nuk dëshiron të takohet me përfaqësuesit delegacionit të Parlamentit Evropian sepse ata vinë në Beograd të paftuar. Pikula për televizionin Nova tha se nuk është e vërtetë që delegacioni i Parlamentit Evropian po vjen pa paralajmërim dhe se ambasada e Serbisë në Bruksel ishte informuar dhe se në program ka punuar delegacioni i Bashkimit Evropian në Beograd. Pse autoritetet zgjodhen këtë lloj bojkoti, do të thosha se ka të bëjë me shmangjen e përballjes së bisedës me ata që janë Chelsea për të vendosur hyrjen e Serbisë në Bashkimin Evropian, tha raportuesi për Serbinë në Parlamentin Evropian. Misioni i Parlamentit Evropian do të jetë në Beograd nga 22 deri në 24 janar, ndërsa Vučić do të qëndrojë në forumin ekonomik botror në Davos. Ekonomi. Operatori i sistemit të transmetimit të tregut në Kosovë paralajmëroi reduktimin e energjisë në disa zona të vendit për shkak të rrezikut për stabilitetin e sistemit elektroenergjetik. Shkaku kryesor lidhet me nominimet e pamjaftueshme të energjisë elektrike për mbulimin e nevojave të konsumit më 13 e 14 janar, çka ka bërë që sistemi të operojë me jo balanca të mëdha dhe të vazhdueshme, të cilat në orë të caktuara kanë të kaluar mbi 200 MW. Pas rënies së bllokut A4 në fillim të vitit më 13 janar ka dalë nga funksioni dhe bloku B1 termocentralit Kosova B, duke reduktuar ndjeshëm kapacitetin prodhues të vendit. Si pasojë, korporata aktualisht po mbulon vetëm një pjesë të nevojave të konsumit, ndërsa rreth 50% e energjisë po sigurohet përmes importit. Kompania Kosovare për furnizim me energji elektrike, KESCO, paralajmëroi një situatë të vështirë në sistemin energjetik. Në njoftimin për media, KESCO deklaron se po përballet me rritje të ndjeshme të konsumit të energjisë, e cila aktualisht nuk mund të mbulohet plotësisht nga prodhimi vendor. Për shkak të kësaj, KESCO është detyruar të sigurojë rreth 50% të energjisë elektrike përmes importit në kushte të vështira të tregut rajonal dhe ndërkombëtar.
Aktualisht kapacitetet ndërkufitare janë të kufizuar dhe kjo po krijon presion të madh në sigurimin e sasive të nevojshme, thuhet në njoftimin zyrtar. Sociale. Ulja e temperaturave shton valën e re të gripit sezonal, rritet numri të prekurve nga virozat në Shqipëri, Kosovë dhe Maqedoninë e Veriut. Nga qendra e mjekësisë familjare në Prishtinë thonë se gripi mund të ketë pasojë më serioze tek të moshuarit, fëmijët e vegjël dhe personat me imunitet të dobësuar, duke nënvizuar nevojën për masa parandaluese dhe vaksinim të ershëm. Mjekja në qendrën kryesore të mjekësisë familjare, Vjollca Zeqiri paralajmëron se të gjithë grup moshat janë të prekur nga ky grip, por më të ndjeshmit janë personat mbi 65 vjeç. Ata me probleme shëndetësore si dhe fëmijët deri në 8 vjeç. Sipasaj vaksinimi mbetet masa më efektive për parandalimin e gripit. Deri më sot në Kosovë janë vaksinuar rreth 11.000 persona dhe procesi mund të vazhdojë deri në muajin prill dhe maj. Ndoqet përmbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.